E vërteta ne që kemi filluar qysh me datë 7 të fillojmë regjistrimin për këtë vit akademik. Edhe përfundoi deri me datë 12. Kemi edhe 1200 vende bosh, që këto vende bosh i kemi vetëm për sistemin e Bolonjës, kartën e Bolonjës, që nga momentin në moment do të shpallet lista aty dhe ne këto student vendin e tyre kemi të ruajtur, që të akomodohet në qytet studenti. Mendoj që këtë vit janë bërë shumë investime, fal edhe ndihmës së qeverisë shqiptare që ndihmon në qytetin student. Dhe sa shuma e këtyre investimeve? Shuma e këtyre investimeve deri në këtë moment ka shkuar gati 700.000 euro. Këtu në Tiranë vetëm shatrivanet e qytetit studentit janë në funksion. Këtu vetëm qytet studenti funksionojnë. Janë bërë, pothuajse këto 3 vjet, 110.000 metra katror gjelbërim. Gjë e cila e bie në sy dhe studentëve. Ndoshta kjo është edhe pasioni im, aparenca, gjelbërimi, infrastruktura, më bëjmë për shumë përshtypje dhe unë ato që kam thënë fillim i kam bërë, i kam realizuar, gjithmonë bashkë me stafin që punoj. Sigurisht ne nuk kemi arritur atë përsosmërinë që kërkojnë studentët dhe mosha e re për akomodimin, por megjithatë mund të them që është bërë një punë goxha e madhe. Duke filluar që nga ambientet e jashtme, që nga hyrja në qytetin studenti, ku më parë nuk është turp ta them që shëtisnin vetëm lopët edhe hanin, domethënë barin që gjenin rreth e rrotull, ndërsa sot çdo gjë ka ndryshuar, ambientet shlollse janë të mrekullueshme, mund të them. Vajzat, a kanë kushte më të mira duke filluar nga dushet, nga ngrohja? Patjetër që kanë kushtet më të mira, patjetër që kanë kushtet më të mira, duke filluar që nga dushet, që nga shërbimi sanitarëve, që nga shërbimi kujdestarit. Nuk ka tutel, domethënë, studentët i krahasoj si vajzat e mia, si shoqet e mia, që hallet me to, i qëndroj shumë afër dhe për këto, nëse keni nevojë, dëshirë, pyeteni studentët dhe mund të tregojnë domethënë për afrimitetin që ka kujdestare ka shi studentëve. Dhe si janë kushtet të vit? Në krahasim me vit, kushtet janë shumë herë më të mira, është për një rikonstruksion që është vërtet për të admiruar. Për shembull ujiti ka ardhur. Po, uji, drita 24 orë, kushtet janë shumë herë më të mira se sa vjet. Juve çfarë viti jeni? Viti 2, inxhinieri. Do të thonë keni parë vitin e parë. Po, e kam parë vitin, kam qenë vetë banuese këtu në këtë komiks. Këtë vit ka shumë përparime godina, pasi janë vënë 2 dritare të reja, shumë ndryshime domethënë. Po dushet në ujin e ngrohtë? Po, shumë herë më mirë nga vjet, par vjet, janë rregulluar kushtet. Nëse kemi probleme dhe nuk paraqitemi, domethënë nuk komunikojmë dot me kujdestaren, mund të komunikojmë me drejtorin që t'i zgjidhim. Godina ka pësuar një rikonstruktim total, mund të themi. Dhomat dhe kushtet ambientet e brendshme janë bërë shumë herë më të mira. Dhe pres që të ketë akoma më shumë vitin tjetër, nëse ndodhemi këtu prapë.